që prek në mënyrë direkte qytetarët shqiptar është pezullimi i vizave për qytetarët shqiptar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po Rama tha që mua s'ma kanë vendosur vizën me këtë. Po se nuk më intereson thot për ato. Për këtë nuk kanë thënë të shkojnë në Amerikë, kanë thënë të merret tek bordi. Bordi mund të jetë dhe në Gaza. Gjithsesi. Por çfarë është bordi? Bordi është një propozim i presidentit Trump në bashkëpunim ku ka marrë dhe pëlqyeshmërinë e vendeve të rajonit atje, pra të Egjiptit, të gjithë vendeve të rajonit, të cilat janë pjesë e këtij bordi. Po. Pa nuk është se është vetëm një vend, aty janë 200 shtete të ftuara. E dyta, ky propozim ka shkuar tek Kombet e Bashkuara, ka shkuar në UN. Dhe UN-i ka kaluar para 2 ditësh, ka sjell aprovimin për këtë propozim, dhe të gjithë vendet që janë tek Kombet e Bashkuara, që janë dhe vende anëtare të NATO-s, janë pjesë e këtij bordi. Kjo është e gjithë historia. Aty është dhe ftuar dhe Pakistani, aty është ftuar dhe Paraguay, aty janë pafundësisht, nuk ka të bëjë. Në qoftë se Edi Rama do donte të përfshihej në një diskutim real që të ka interes për qytetarët, duhet shpjegoj që pse ai është pjesë e 75 vendeve që u hoqën vizat. Pa pse jemi me Taxhikistanin sot? Mua zoti Balliu më bëri përshtypje kjo pjesa që kryeministri i Shqipërisë shpërndante diçka sikur të ishte arritje. Tani, ja, se aty do dalim. Tani, ai nuk e ai nga që nuk shpjegon dot faktin që e ka çuar Shqipërinë. Ka ftuar Trumpi, do të ishte ai nga që nuk e shpjegon dot që e ka çuar Shqipërinë në Taxhikistan, kur në 2013 ka qenë një diskutim serioz dhe kishte një premtim konkret që shqiptarëve do t'i liberalizoheshin vizat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë ka dëshmitar sot sa që janë edhe mbështetës të këtij vet, që është e pamohueshme, ky e çoi nga ajo tavolinë që për liberalizimin e vizave me Amerikën te Taxhikistani, që ty të pezullon çdo lloj vize dhe mundësie për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj sot që e ka marrë vesh i madh dhe i vogël, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër karteleve dhe kundër modeleve të Maduros, dhe modeli më i qartë, më i pastër në disa aspekte edhe më i konsoliduar se i Maduros, është modeli i Edi Ramës. Pra i ra Maduros këtu. Dhe për shkak se ai nuk ka më çfarë të artikulojë në kuptimin e bashkëveprimit apo bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara, se nuk e lidh më gjë me Shtetet e Bashkuara, se deri dje e lidhte George Soros, i cili sot është në hetim si organizatë kriminale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky njeri merr këtë ftesë që kanë marrë 200 shtete në një formë burokracie, se nuk do pyesin Ramën për gazën, çfarë do bëjë, çfarë s'do bëjë, po siç e kanë marrë gjitha këto shtete, ftesën, dhe e quan këtë si një marrëdhënie personale me Edi Ramën. Është aq qesharake sa deri dje për hir të vërtetës, në sa herë që dëgjoja diskutimet edhe të analizëve që njihen si opozitar, ndonjëherë për sulmin që i ngrinin Ramës në kuptimin e mungesës totale të lidhjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe mu duke pak më e egzageruar. Tani që shikoj se sa qesharak po bëhet për një ftesë që është fare burokratike, që po e shet si një marrëdhënie personale, kuptoj që ai që ka në një hall jashtëzakonshëm me Shtetet e Bashkuara. Dhe jam i bindur që përveç çështjes me Gonigal, është dhe çështja e karteleve. Por në të gjitha rastet, një kërkesë kam për qytetarët dhe të gjithë ata që do vinë protestë, dhe të gjithë ata që ndjekin opozitën. Asnjë shtet i botës, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë aleati jonë themelor kryesor, i padiskutueshëm. Qartë. Por asnjë shtet i botës nuk do zgjidhë hallet tona. Se s'na e ka borxh Amerika të na zgjidhë problemet që mbajmë vetë ne. E kemi ne në dorë ta zgjidhim këtë çështje, e kanë qytetarët në dorë ta zgjidhin këtë çështje, e vetmja gjë që na duhet është qëndrimi, vazhdimësia dhe përballja për shkallëzimi derisa me hira me pa hir ky njeri të largohet, sepse është kapur në vjedhje dhe është kapur në bashkëpunim me kartelet e drogës. Balliu, po ju lë sepse do të jeni edhe pas pak me takimin e zotit Berisha në kombinat. Unë ju falenderoj shumë për hapësirën dhe për sigurisht për kohën tuaj. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishte me deputetin